Viti që lan pas rezultoi me 11.7 milion shtetas të huaj që vizituan Shqipërinë dhe 4.5 miliardë euro të ardhura nga sektori i turizmit. Me muajin maj që po lihet mbrapa, vendi po përgatitet të mirëpres edhe më shumë turistë dhe të gjenerojë më shumë të ardhura se sezonet e kaluara. Tani ne jemi vazhdimisht kemi qenë një trend rritës dhe ju e dini këto. Ka nga vitin vit pra ka pas një rritje, e cila ka variuar në një koeficient të 15-20% që gjithmonë nga vitin vit. Para është diskutimi se kontaktet me strukturat e komunitës, të cilët gjatë kontakte që kanë pasur të gjithë deklarojnë se ka një rritje krahasuar me tjetrën periudhë për atë vit kaluar, për sa i përket rezervimeve për sezonit. Samitet ndërkombëtare nga njëra anë po japin një reklamë e rëndësishme të madhe për sa i përket zhvillimit të turizmit në vend, duke i kombinuar me aktivitete si Giro d'Italia apo investime në resorte siç është rasti i dhënrit të Donald Trump, Jared Kushner, që po bën që sektori i turizmit të shihet gjithnjë më shumë si lokomotiva e re e ekonomisë shqiptare. Samiti Evropian pashtu ishte një event i cili patjetër që ngre lart vlerat e Shqipërisë. Edhe mjafteve të tjera, forumi ekonomik ndërkombëtar, apo qoftë dhe Eurovisioni, cila pati Shqipëria pati performancë mirë pavarësisht venditjes. Ta një evente që kanë vlerat më dha përmbuse, sepse Giro d'Italia për shembull, ju e dini, kishte rreth 800 milion shikues. Me rritjen e numrit të turistëve dhe me një strategji të re të hartuar nga qeveria, synohet tashmë që vendi të kërkojë më shumë cilësi se sasi në sezonet që e presin.